Me kanë jetën këta? Me djallë. Burri, ka vdek? Po, me kam një të luftë. A këni pas dru për dimra? Vëllaj pak krejt. Pak? Me nëzirja këna do. Me 3 metra du, a delet në dy. Me i dare, që që keni punta, po keni me hungër me pija? Po, ka pak po kemi, jo qaq. Për shkajni të jeke që mas shumë ti? Vëllaj, ma shumë të për shpi. Për shpi. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit, jemi në qytetin e Pejës, saktësisht në fshatin Vito Milic. Kemi ardhur me vizitu një familje, po shkojmë pja të rëkasim derën, po shohim qyshe kanë gjenjen, po ndihmojmë dhe po shpresojmë që pas publikimit të videos me dalë ndihmë mos me harru. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë? Qa baban? Që ki emnin? Milja Trakla. Milja Trakla. Po, Sa vjeç e je? 52. 52. Me kanë jetën këta? Me djallë. Me djallë. Po, Qyshe ka emnin djalli? jetan. Jetën. Sa vjet? Ashtë 30. 30. Dhe ashtë të punu diçka? Po, Qka punon? Maria është. Kamarjer. Këto është shtëpia juja? Jo, Jo, me qirajnë. me qira. Sa paguni qira? 150 euro. 150. Që sa kujini këtu? Që 4 vjetë. Që 4 vjet. Ka zëmë pak qysh po jetan një? Vëllaj jeton shpia. Keq. Shpia e keqe, të të shetë vetë. Burri, ka vdek? Po, me kam një të luftë. Apo në luftë e kam ra? Po, a zotë jam që luftë. Apo merën e ndim diçka ju? Jo, vëllaj gjallë që po një. Kujni koll ma herët të najtë? Ma herit e në kun pak ma nejtë, një të më rritë atë e nejtë. Aha. Në kun pak orë të në nejtë 3 vjetë. Po, Atëre, ata ardhën për jashtë të në shpit vetë. aha. Atëre u dukte në marë në qiratë. Me i dare, që që keni punta, po keni me hungër me pija? Po, ka pak po kemi, jo qaq. Ka pak. Gjalli ku të punu kamerën? Në peja, në stak? Jo në pej. Në pej. Po. Okay. A për del me vizitu në kosh apë ndimana? Jo, kur pusheq. Jo. Dhe që ta shqe një avjo kur pusheq. Për Ramazan e ka ndimua, jo? Jo, Jo. pusheq. Që shpija ka e vjetër, Po, me qajnë në zektu, me dru? me dru. A këni pas dru për dimra? Vëllaj pak krejt. Pak? Me nëzirja këna do. Me 3 metra du, a delet në dy. Në komun, a këni lyp ndima diçka? Po, kena lyp ndima tash po pres, që më kanë thonë, kena marrë një vizitu po presim që po vini nga vizitu po. Pret, po gjëhe që po kujnë. E për shkajni të jeke që mas shumë ti? Vëllaj, ma shumë të për shpi. Për shpi. Qështë e Si kodë mos gjani? me pagu qira, me pas teme. Edhe në nësë më pi kancerit. A, për kancerit e smutë? Po, Apo? po nësë më. A, je konë? Po, Je shëru, tash apo? jem shëru. Masha, alhamdulillah. Jem shëru me ndimë së të. Alhamdulillah, shëqër për zotit. Kur gjë i vërth për të shpije në angësht. Ma shumë të. Zotë jeni muftë. A mund që ta, me e të zoj. Shtu janë 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Faleminderit. Edhe me hongër me pijo kemi blej. E inshallah, s'kena mi harru, me emër zotit. Faleminderit, Zoti ju dharë breqet, inshallah kush ka Zoti më shërë. Amin. Dashën njerëz mirë, ata që dojnë me ndihmu këtë familje, janë në Vito Milic, në komunën e Pejës. Është afër xhamisë këtu në Vito Milic, numri i telefonit është 049 868 063. Zonja është bashkë me djalin e saj, i cili punon kamarjer, mirë po në këtë shtëpi jetojnë me qira, paguajnë 150 euro. Ata që dojnë me ndihmu të dhonat vetë se i dhash, e na inshallah s'kena me të harru. Tregoj pak më anë qysh jeton, e të jarfojnë ushqimet na deri këtu. Kjo banjo? Jo, kjo është qëpënja në jenë është. Atë jeshtë. Shuj linë.